atë lider në fakt që arritën në Shqipëri, u bën bashkë në Tiranë dhe përcollën kështu në syrin e të gjithë botës, duhet thënë, këtë summit të pak ditëve më parë, si e keni parë fillimisht me Shqipërinë që i mirë priti? Unë mund të them vetëm një se summiti evropian i mbajtur në Tiranë është një ngjarje e shënuar në historinë e popullit shqiptar. Dhe unë mendoj se kjo duhet të shënohet pra si ngjarje shumë e rëndësishme për shtetin shqiptar dhe për historinë shqiptare, pasi arriti që të mbledh 47 vende me një organizim që i mahniti të gjithë evropianët. Pra, ata që para jo shumë vitesh Shqipërinë e shihnin si një pikë të zezë të Ballkanit dhe të Evropës, tani të gjithë u mblodhen dhe i diskutuan problematikat e tyre të gjithë Evropës pikërisht në Tiranë dhe ishin të mahnitur me pritjen dhe me organizimin që i kishte bërë Shqipëria këtij samiti. Pra, nuk mund të vlerësohet me asnjë gjë tjetër vetëm si një ngjarje shumë e rëndësishme dhe historike për Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë. Dhe sigurisht pjesë ishte edhe Kosova, apo mesazhe që janë përcjell nga ky summit ndoshta edhe kundrejt Kosovës apo procesit të rëndësishëm që të gjithë e mirëpresin nëse do të ndodhë, duke pasur parasysh çfarë po ndodh në Kosovë. Si e shihni një lloj paralelizmi nëse arrim të bëjmë në situatën në cilën Shqipëria ndodhet aktualisht, pare pranë Bashkimit Evropian dhe ndryshe shohim për Kosovën? Së fundmi jashtë agjendës Kies, një dështim duhet thënë për herë të dytë për Kosovën. Si e vlerësonim? Po, patjetër që edhe Kosova si njërin nga 47 vendet të Evropës ishte pjesë e këtij samiti dhe për fatin e keq mund të themi se diplomacia kosovare ka dështuar për mos thënë se Kosova nuk ka fare diplomaci. Kemi një periudhë të gjatë kohore kur Kosova në arenën ndërkombëtare, në të gjitha takimet që organizohen, qoftë kudo tjetër në Bruksel, Berlin apo edhe e fundit në Tiranë, Kosova mbetet në skajet e fundit të këtyre takimeve vetëm me prezencën e tyre. Dhe gjithmonë duke u munduar të fajsojmë të tjerët se faji është tek ta, ndërsa vetë në prezentimet dhe paraqitjet e tyre mundohen që me politika shumë të fuqishme nacionaliste dhe duke tentuar që t'i akuzojnë të tjerët se nuk po e shohin veprimet e Serbisë, apo nuk janë Evropa dhe Bashkimi Evropian nuk është korrekt kundrejt Kosovës, çdo ditë e po humbim edhe më tepër në diplomaci dhe çdo ditë e më tepër jemi duke mbetur jashtë interesave të Bashkimit Evropian dhe të gjitha strukturave të tjera pra ku kemi pasur rastin të takohemi. Pastaj ikjet e përfaqësuesve të Kosovës për të mos bërë takime edhe me presidentin e Serbisë, unë i vlerësoj jo të mira dhe jo të dobishme, pasi që gjithmonë ata paraqiten sikur janë më të mirët, sikur janë të gatshëm të bisedojnë dhe të gjejnë zgjidhje, ndërsa Kosova me veprimet e tyre largohen nga takimet e tilla. Kjo më së miri u pa edhe samitin e fundit në Tiranë, ku presidentja Osmani nuk ishte e gatshme të bëjë një takim me Vučićin, ndërsa në anën tjetër patëm delegacione të tjera që jo vetëm u takuan dhe shtrin dorën njëri tjetrit, por edhe treguan rezultate. Ka ardhur vetëm nga zonja Osmani apo nga Vučić, se mund të jetë dhe e kundërta, apo? Po ne thomi nga zonja Osmani se Kosova ishte e prezantuar nga presidentja në këtë samit. Eksaktësisht, por zonja Osmani nuk ka lënë pa shigjetuar, duhet thënë, edhe qëndrimin e Kosovës apo duke ju referuar masave që Kosova ende ka, pra edhe nga Tirana, mes liderësh europian e ka thënë një gjë të tillë. Është momenti që Kosovës t'i hiqen masat, pra nuk është se ka munguar një lloj qëndrimi presidentes. Por nëse flasim për takim me Vučić, a është ky fundit i cili një gjë të tillë zota dëshiron të aq më pak në Tiranë?
Po, edhe në qoftë se ai një gjë të tillë nuk e kishte shumë për qefi ose nuk do ta dëshironte, ai ishte i gatshëm për një takim. Ndërsa refuzuese ishte Kosova dhe ishte presidentja e Kosovës. Dhe në këto raste, pa marrë parasysh se çfarë dalin nga këto takime, pikërisht është Kosova me këto gabime që gjithmonë mbetet nga evropianët shihet në një shihet jo në pozicionin e duhur. Është fat shumë i keq që Kosova ka një diplomaci të tillë dhe çka e bën edhe më të keqe, që jo vetëm një rol të tillë nuk është duke e luajtur vetëm qeveria presidenca, por është duke e bërë edhe opozita e Kosovës, të cilët thua se të gjithë kanë rënë prej e politikave populiste të kryeministrit Kurti dhe asnjëri nga opozitarët tanë apo nga forcat politike në Kosovë nuk është i gatshëm të merr veprimet e duhura të cilat do të çojnë drejt integrimeve të Kosovës. Qëndrojmë këtu, që mos arrim, që të sillim dhe për publikun çfarë po nënkuptoni ju. I referoni se qëndrimet në cilat zoti Kurti ka mbajtur janë shigjetuar shumë, kjo përsa i përket Bashkimit Evropian dhe çdo punë që Kosova duhet bëj për të qenë pjesë e punëve të Këshillit Evropian, Bashkimit Evropian, shihni që është në të njëjtën linjë dhe presidentja Osmani dhe po thoni se edhe opozita në këtë rast po bën të njëjtën gjë duke ju referuar bllokimit të kuvendit apo jo? Po jo vetëm ajo, po për fatin e keq e gjithë politika kosovare, duke ja bashkuar në këtë pjesë edhe diplomacinë, janë duke e zhvilluar një politik shumë populiste, një politik e cila po shfrytëzohet apo po mundohet të paktën të shfrytëzohet për konsum të brendshëm dhe për kokra, për vota, me të thënë shkurt, pasi po shihet qartë se në Kosovë nuk kemi parlament dhe është shumë e pritshme që do të kemi zgjedhje të parakoshme dhe duke menduar se me veprimet e tilla do bëjmë diçka, Kosova po humbet çdo herë në pozicion. Kush po përfiton më së shumti, zoti Velio? Një gjë duhet ta rikujtojmë. Edhe duhet asnjëherë mos ta harrojmë. Kush po përfiton më së shumti në këtë që ju thoni? Është lëvizja vetëvendosje në këtë rast? Është e gjithë politika, pra duke përfshirë dhe opozitën, edhe opozita është duke marrë kohë për çfarë? Po, ja, unë mendoj se këtu nuk po përfiton askush, këtu mund të themi se kemi vetëm një humbës të madh. Ju po thoni po marrin kohë, për marrin kohë për çfarë? Edhe opozita, nëse flasim për lëvizje vetëvendosje. Dakor. Nëse kthehemi tash në politikën e brendshme dhe shohim zhvillimet e një pasnjëshme të seancave që po fillojnë e nuk po mbarojnë, seanca e 18 e dështuar, nesër me gjas ndoshta edhe 19. Do të jetë e rradhës, që sërish do të jetë e dështuar, pasi në horizont nuk shihet një marrëveshje mes tyre dhe kur nuk kemi marrëveshje është e qartë se ajo është e dështuar. Unë mendoj se një gjë të tillë janë duke shfrytzuar të dyja palët. Pasi që asnjëra as tjetra nuk i kanë numrat për të krijuar qeverinë. Dhe në Kosovë është e rregulluar me ligj që kryetari i parlamentit nuk ka afate ligjore, mund të shtyhet në pafundësi duke mbajtur mbledhjen në çdo 48 orë, ndërsa në qoftë se kemi zgjedhjen e kryetarit të parlamentit dhe konstituimin e parlamentit, atëherë i nominuari për kryeministrin që bëhet nga presidentja, i ka afat 3 javor për të krijuar shumicën. Dhe në qoftë se nuk arrin shumicën, atëherë mandati ka lënë te forca e dytë. Po shihet shumë qartë se lëvizja vetëvendosje nuk i ka 61 vota që duhen për krijimin e qeverisë dhe kjo është arsyeja pse nuk zgjidhet kryetari i parlamentit, por në të njëjtën anë edhe opozita insiston që në asnjë mënyrë të mos jap votet zonjës Haxhiu, pasi as ata nuk i kanë numrin 61 për të krijuar qeveri. Po cili nga partitë opozitare, se ka një lloj ndasie në këndvështrimin tuaj, një nga palët të cilët dëshiron që ky bllokim të jetë për të mirën e partisë, që kjo e fundit tjetë ndoshta nëse lëvizja vetëvendosje nuk do të jetë pjesë e qeverisë dhe në krye të saj si pasojë fitores në këto zgjedhje, tjetë pikërisht partia në fjalë që e kundërshton dhe dëshiron të jetë
Ja, një kundërshtim janë duke e bërë të gjitha në blok. Duhet thënë se pra shini të njëjtë, jo me ndonjë nga partitë disim ndryshe. Mirë po, këtu është shumë e qartë se njëri nga bllokuesit më të mëdhej të gjithë këtij procesi mund të konstatojmë se është Lidhja Demokratike e Kosovës. Tani nëse shtrohet pyetja pse lëvizja vetëvendosje duke ju referuar zhvillimeve që ne kemi parë dhe zotja Bixhiku që Po pra, në qoftë se shohim pra lëvizja vetëvendosje i dërgoi një ftesë për bashkëqeverisje Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila nuk ishte e gatshme të bëhet pjesë e koalicionit me lëvizjen vetëvendosje, e në anën tjetër nga opozita kërkon që të bëjë qeverinë, por me çdo kusht kryeministri të Lidhjes Demokratike të Kosovës. E një gjë të tillë është e papranueshme pasi Partia Demokratike e Kosovës ka një numër më të madh të deputetësh dhe si rregull duhet i takoj posti i kryeministrit. Pra shihet qartë se Lidhja Demokratike është interesuar për të bllokuar më tepër situatën. Mirë po unë ndoshta për pak deshta të kthehem edhe te pjesa e diplomacisë dhe e samitit që është mbajtur në Shqipëri. Nuk është periudhë shumë e largët kur edhe Shqipëria ishte në një pozicion çfarë tani është Kosova po flasim në aspektin e integrimeve. Mirë po ja që zoti Rama është kryeministri shqiptar që gjeti rrugën më të mirë se si duhet të integrohet dhe kjo u po shumë qartë, sidomos me deklaratën e presidentit francez, i cili edhe ju bëri thirrje bizneseve që të vinë të investojnë në Shqipëri, pasi Shqipëria pas 2 vitesh do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa Kosova jo që nuk e gjen rrugën, por nuk e merr as mundin që një gjë të tillë ta diskutojë me kryeministrin Rama dhe të merr direktiva se si bëhen këto punë, pasi po shihet qartë se rruga e Shqipërisë është rruga e duhur drejt integrimeve evropiane. A janë të njëjtat pozita dy vendet, se ne kemi një proces të bllokuar me Serbinë aktualisht, një proces që do të duhet për tu parë nëse do të vijojë kur ta kemi qeverinë e re, se besoj deri atëherë një gjë e tillë s'do të ndodhë. Po patjetër që kemi proces të bllokuar dhe Kosova në fakt është tërësisht e bllokuar. Kosova në fakt me politikat e tyre që sidomos me diplomacinë është tërësisht e bllokuar dhe ka ngelur e vetme në të gjitha aspektet, pasi që nuk kemi marrëdhënie të mira me partnerët strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk kemi janë ftuara marrëdhënie me Bashkimin Evropian, e as më keq janë ftuara edhe marrëdhëniet apo janë të ngrira marrëdhëniet edhe me Shqipërinë. Dhe si e tillë nuk mund të hecet, pra pikrisht janë ato politika populiste që udhëhiqen nga qeveria, por për fatin e keq, si që thash edhe më herët, edhe partitë opozitare janë rënë prej e këtyre politikave dhe si duket asnjëra nga ato nuk e ka guximin të dalë dhe të prezantoj diçka që është më përparimtare dhe më progresiste, pra drejt ajo që rrugë që do të shtyejë Kosovën drejt integrimeve. Në qoftë se kthehemi te bisedimet, është shumë e qartë se cili do të qoftë kryeministri që do vi pas këtyre zgjedhjeve apo eventualisht edhe zgjedhjeve të parakohshme që mund të organizohen, njëra nga punët e para që do të jetë në tavolinë do të jetë vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe unë jam më se i sigurt që në këtë rast do të jenë të detyruar për të arritur një marrëveshje të shpejtë, pasi presidenta amerikane në krye me Trumpin nuk do ta lejoj vazhditjen e këtij procesi me vite e vite siç ka ndodhur. Edhe nga Tirana u dëgjua në fakt presidenti francez Emmanuel Macron duke përmendur procesin mes Kosovës dhe Serbisë, i bindur sipas tij që do të ndodhë në ditët në vijim. Pra, po flasim për një nga zërat kryesor të Europës, nëse e cilësojmë kështu presidentin francez. E shihni që edhe nga Europa do të ketë një lloj shtytje. Dhe a lidhet kjo me Bashkimin Evropian, pra me gjitha vendet e Bashkimit Evropian, për të pasur në vetvete një kontinent të fortë, duke qëndruar në politikat që po ndodhin në mbar botën? Patjetër se interesin më të madh, interesin më shumë se të gjitha të tjerat kanë vendet e Bashkimit Evropian për të eliminuar rrezikun e një shpërthimi të ri në Ballkan, pra në zemër të Evropës. E për një gjë të tillë janë shumë të interesuara vendet e Bashkimit Evropian, e sidomos Franca dhe Gjermania që janë lider
të këtij bashkimi, të cilët edhe kanë dalur me propozimin e tyre apo marrëveshjen franko-gjermane, e cila në parim është pranuar nga të dyja palët, si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia, mirë po është pranuar dhe ka mbetur në ato pozicione, pra nuk ka ndryshuar asgjë nga ajo çka është bërë deri në atë marrëveshje. Dhe këta janë të interesuar që në çdo mënyrë kjo marrëveshje të ecën parë në mënyrë që të kemi një normalizim të marrëdhënieve të shkohet edhe drejt marrëveshjes përfundimtare e cila do vi me njohjen e Kosovës nga Serbia, e një njohje e tillë pastaj do të hapte rrugën edhe integrimeve si në Evropë, por edhe antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Ka qenë e rëndësishme në këndvështrimin tuaj për Vučić ardhja e tij në këtë summit, duke ju rikthyer pak edhe le themi qëndrimeve që kanë mbajtur përballë mediave për cilën nuk ka folur kur është pyetur edhe nga kolegët tanë për sa i përket një nga temave të rëndësishme, të ndjeshme dhe ndoshta jo me shumë zë, si kundër janë shqiptarët në luginën e Preshevës, nuk ka dhënë asnjë përgjigje. Pra në të vërtet ka qenë vetëm pjesëmarrja e zotit Vučić në Tiranë në këtë summit mes Europës, thjesht për prezencë, pa pasur asnjë lloj qëndrimi që çfarë do të ndodhë me dialogun me Kosovën, me gjithçka që lidhet kundrejt Kosovës, duke risjell për këtë të fundit vetëm problematika se Kosova është në sankcione. Po ka qenë shumë i rezervuar, pasi ditë më parë ishte në vizitë në Rusi, vizitë jo shumë e dëshiruar nga vendet e Bashkimit Evropian. Pastaj një gjë nuk duhet harruar, nuk duhet të harrojmë se deri para pak kohësh primatin në Ballkan e kishte Beogradi dhe ishte ajo qendra kryesore e Ballkanit. Vučići nuk mund ta sheh që Tirana sot është qendër evropiane për Ballkanin perëndimor. Dhe kjo mos të harrojmë se kjo i pengon shumë atij dhe si e tillë është shumë e papranueshme. Mirë po presioni ndërkombëtar ka shtyr atë që patjetër të jetë në atakim dhe e pam shumë mirë që me mbarimin e takimeve të paraditës ai pasdite ikun nga Tirana. Prandaj dua ta lidh nëse ka qenë Vučić ai që ka refuzuar të ketë një takim me zonjën Osmani. Jo, është zonja Osmani ishte ajo që e tha hatas përmes mediave që nuk është e gatshme për një takim. Nuk shen një dëshirë nga pala tjetër për ta pasur aq më pak kur kjo e fundit ndoshta duhet të jetë në diskutim. Unë mendoj se Kosova dhe të gjithë liderët e Kosovës në asnjë mënyrë nuk duhet të jenë refuzues. Kosova duhet në çdo mënyrë të shfrytëzoj takimet e tilla se asnjë problem nuk mund të zgjidhet pa bisedime dhe pa dialog. Po mesazhin e ka dhënë apo jo Kosova në këtë summit? Dhe për kjo është arsyeja që unë mendoj se Kosova duhet jetë ajo që duhet jetë gjithmonë pjesë e çdo takimi, pjesë e çdo dialogu. E pam shumë mirë që kishin vendet e tjera që shtrin dorën në këtë summit, pra ishin Azerbajxhani dhe Armenia që jo vetëm kanë problematika, po zhvillohen edhe luftime në mes të tyre në Nagorno-Karabakh, mirë po ata shfrytzuan summitin e Tiranës dhe mund themi lirisht se është bërë një hap shumë i madh drejt normalizimit të marrëdhënieve apo arritjes së një marrëveshje mes të dy vendeve. Ndërsa Kosova ishte sa për të treguar prezencën dhe për të hedhur akuza mbi Bashkimin Evropian apo për t'i treguar Bashkimit Evropian se Vučići ka qenë në mos. Kjo është e papranueshme. Kjo vetëm diplomaci nuk është. Nuk mund të themi gjithçka tjetër, po vetëm diplomaci nuk është. Si duhet vepruar kur edhe nga ndërkombëtarët nuk pëlqehet një vizitë e tillë nga ana e Vučić, por sërish nuk ka asgjë që e ndalon apo e vendos përpara përgjegjësive në cilën Kosova ndodhet? Unë mendoj se Kosova më tepër se sa të merret me vizitat e Vučićit dhe takimet e tij duhet merret me problematikat e saj. Dhe në takimet e tilla është shumë e rrugës të prezantojë. E lidha me shigjetimin që ju thatë ndaj Bashkimit Evropian, prandaj. Që kanë bërë ata për minoritetet brenda Kosovës dhe për t'i treguar botës se Kosova është e hapur dhe ka punuar shumë dhe po punon shumë në këtë drejtim, sesa
se sa të merret me fuqinë dhe me problematikat e tij. Le të lejmë Evropën le të merret. Kosova është më mirë të merret me obligimet që i kanë nga Bashkimi Evropian, të cilat po e mbajnë edhe peng dhe po e mbajnë me sanksione, e jo të merremi me gjëra të tjera që nuk na takojnë ne. Mirë, por a mendoni se nuk varet gjithçka nga Kosova, por është në një farë forme dhe Bashkimi Evropian që vendos për të sjellë dikë tjetër në familje, duke vendosur detyra, patjetër, sikundër edhe Shqipëria është pjesë e këtij procesi dhe çdo vend e cila inspiron për të qenë pjesë e familjes evropiane. Patjetër që nuk është gjithçka në dorën e Kosovës, ne këtë gjë e kuptojmë. Mirë, po ne jemi të detyruar që të bëjmë detyrat tona të shtëpisë, e të mos merremi me hallet e të tjerëve. Ja, po e shohim Shqipëria, ju po thoni se edhe Shqipëria është në pjesë, është fakt që Shqipëria është në pjesë në proces të integrimeve. Mirë, po nuk kemi asnjë vend deri më sot që brenda një viti ka hapur 24 kapituj të integrimit evropian. Kjo pra është rruga e duhur për të shkuar para. Çka ka bërë Kosova në këtë drejtim? Para inate personale, para egos së tyre, duhet të konsultohen dhe të marrin këshilla nga vendet e Bashkimit Evropian, e duhet marrin edhe nga vllai i tyre shqiptar. Dhe një pyetje të fundit për sa i përket agjendës së Këshillit Evropian, në cilën Kosova sërish u la jashtë. Çfarë mendoni se ka ndikuar dhe e shihni të pamundur këtë proces? Apo do të jetë të tillë për aq kohë sa Kosova ndodhet në këtë situatë duke mos shlyer në thojza ato detyra që i përkasin për t'i kryer dhe për të mos pasur përballjen e Bashkimit Evropian me masat që janë vendosur. Po, edhe kjo është sërish për fajin tonë. Para një viti e humbëm, patëm rastin historik që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës. Dhe ishte pikrisht mos tërgimi i një drafti në gjykatën kushtetuese të Kosovës, jo gjykatë evropiane. Gjykata kushtetuese është e Republikës së Kosovës. Pikrisht ishte ajo që e refuzuan dhe e lanë Kosovën jashtë Këshillit të Evropës. Ndërsa tani pas një viti, përderisa për një vit nuk është ndërmarrë asnjë gjë dhe nuk është bërë asnjë veprim për të shkëhecur para, është normale që mbetesh jashtë agjendës së Këshillit të Evropës. Brenda agjendës së Këshillit të Evropës futesh me kryerjen e obligimeve, me kryerjen e detyrave të shtëpisë dhe me prezantimin e tyre në mënyrën më të mirë, ashtu siç e bën kryeministri shqiptar zoti Edi Rama. Qartë, Zoti Veli, unë ju falenderoj shumë që ju bashkuat bisedës, si gjithmonë është kënaqësi ju kemi në hapësirën për shqiptarët me analiza që besoj do të jenë prezente për Kosovën kryesisht edhe në ditët në vijim. Faleminderit, kënaqësia është ime. Mirë, të nderuar teleshikues